Ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk qohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duke i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit, nëse qeveria e tij, grupi i udhëheqës merr drejtim nga frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga errat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka mision shkon deri në fund, kundër të gjitha llojeve të parashikimeve dhe jo më pastaj kur parashikimet i ka me vete si në rastin tonë. Ne jemi këtu për të fituar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht. Dhe mos u çuditni fare që në këtë rrugë do të kemi shumë të tjerë që do të na dalin anash mbrapa përballë, se kjo nuk është puna agjenturash në kuptimin klasik. Nuk jemi tek fije që priten. Ne kemi fakte. Sa të duash. Jemi në një kohë kur fal algoritmit dhe botës pa kufi, vinë mercenarët digjital edhe nga vende që ti nuk e mendon që ishte shënjestër e tyre, për arsye nga më të ndryshmet. Të sponsorizuar nga shteti, janë të identifikuar ata që vinë nga Irani, të tjerët kanë lloj-lloj sponsorësh. Por ne nuk kemi punë me asnjë prej tyre në kuptimin që të intimidohemi, apo që të kompleksohemi, apo që të spërdridhemi. Kështu që kjo është rruga më e vështirë, dhe pse është rruga më e vështirë, është rruga ime, e juaja, e jona, e Partisë Socialiste të Shqipërisë.